Mbeturinat nga materialet e forta ndërtimore vazhdojnë të jenë probleme dhe gjatësinë së dimrit. Të njëjtat pas vërshimeve janë deponuar në 3 deponi të përkohshme, ndërsa ende në përvendbanime ka materiale që nuk janë bartur apo transportuar. Në ndërkohë, edhe deponitë nuk janë përfunduar tërësisht. Ministri i Ekologjisë Nurhani Zairi thotë se kjo çështje do të rregullohet me përmirësimin e kushteve klimatike. Kjo nuk është në kompetencat tona, po gjithsesi unë kam qenë udhëheqës i shtabit qendror dhe kompania e cila është marrë me këtë çështje, do të thotë transport, ka edhe obligim të bën rregullimin e deponisë në të cilin është bë materiali që kanë deponuar mjetet transportuese më herët dhe në marrëveshje këtë çështje diskutuam edhe me kryetarin e komunës, që shumë shpejt me përmirësimin e kushteve klimatike do të rregullohet kjo deponi dhe do të jetë do të sillet në gjendje të mëparshme. Ndryshe në të gjitha komunat e Pollogut akoma ende nuk është rregulluar asnjë deponi për deponimin e materialeve të forta ndërtimore. Të njëjtat hidhen vend e pa vend përgjatë rrjedhjes së lumit Shkumbin dhe rrugës për në Falisht.